Përshëndetjet më të përzemërta ju sjell ju, qytetarëve dhe qytetarëve të Astirit, të Tiranës dhe të mbarë Shqipërisë, nga Kongresi i Partisë Popullore Europiane, në të cilin u fol për ju më shumë se për të gjithë të tjerët. Në Valencia, 2000 delegat që përfaqësonin 86 parti të qendrës djathtë, nga të cilat janë 14 kryeministra në Europë, votuan një zëri rezolutën në mbrojtje të votës suaj, votuar rezolutën në të cilën dënohej me ashpërsinë më të madhe Edi Rama, votuar rezolutën në të cilën i jepet mbështetja më fuqishme opozitës shqiptare dhe Partisë Demokratike. Ju jepet ju mbështetja më e madhe që keni patur ndonjëherë që nga themelimi i kësaj partie. Miq, qendresa juaj, angazhimi juaj, përmbysja që po i bëni narkodiktaturës, ka po jehon në Europë dhe në botë. Një përshëndetje kam unë për drejtuesin politik të kësaj zone, përfaqësuesit tuaj të ardhshëm në Parlamentin Shqiptar, pra zotin Klevis Balliu, zotërit Grigels Buçollari dhe zotin Pano, dy djem të shkëlqyer. Të dashur miq, është nder i madh të flasësh në këtë zonë, sepse këtu përgjegjësia qytetare, betejë qytetare me mafjen dhe krimin, guximi qytetar në këtë betejë shënoi rekorde europiane, rekorde të papara. Ndaj dhe unë jam sot këtu para jush për t'u garantuar ju, banorëve të Astirit, se në planin, në projektin e qeverisashme, adresimi me urgjencë i të gjitha problemeve të krijuara nga urrëtia që qeveria e Edi Ramës ka çfryrë ndaj kësaj zone, nga injorimi dhe bojkoti që i ka bërë, do t'jetë përparësi e madhe. Garanci për këtë janë do jenë deputet tuaj, kryetari i Partisë Demokratike tuaj,
do t'jetë Sali Berisha. Ju që mbrojtët vlerat qytetare, mbrojtët banesat tuaja, ju do të keni infrastrukturën më moderne, arsimore, shëndetësore, rrugore dhe të gjithanshme. T'imagjinosh një zonë kaq të madhe, pas një kopsht, pas një çerdhe, do të thotë kesh urrejtje për fëmijët, dhe ai që urren fëmijët, ai është ligësi e të gjitha ligësive. Të lësh një territor kaq të gjerë, një popullat që shkon në 60.000 banor, pa shkollë, do të thotë të rresh fëmijët, shkollim në tyre, të ardhmen e tyre, do të thotë je aftë për shumë krime, po Edi Rama nuk habit njeri. Sepse ai këtë qëndrim të dashur miq mban edhe ndaj atyre trive dhe trejave, burrave dhe grave, heroj të vërtet, që përballen me smundje të rënda në spitalin onkologjik dhe spitalet tjera të Shqipërisë, të cilët ministrat, drejtorët e tij i lanë pa ilaçe, ju vjedhin lekët e ilaçeve dhe i lënë në mëshirë të më të keqes smundjes. Ju jap fjalën e nderit se kjo situatë dramatike do marrë fund brenda 100 ditëve të para. Nda 19 vjetë më parë, tek kundërshtonin ndërtim në rrugës Kombit, ja u thash një fjalë atyre të hujve, se rrugën do të ndërtojmë qoftë dhe me vëth, bylëzykt dhe stolit e grave tona. Atë rruga u ndërtua dhe ato nuk u preken. Po unë garantoj çdo të smur në këtë vend. Garantoj çdo të smur në këtë vend. Se nuk do të mungojnë kurrë në ilaçet për shtetin tuaj. Se dhe sikur të mos kishim, përsëri them atë që thash për rrugën, vëth, stolit e grave do t'i shistim që ju të mjekoj, po s'ka nevojë të shesim as një stoli, as një vëth, i kemi gjitha parat, por duhet të ketë shpirt. Ai që u len ju pa ilaçe, ai është, mund t'i vesh çdo epitet, po vetëm njeri nuk është. Ai që u len ju pa ilaçe, ai kryen krime kundër njerëzimit dhe është i aftë të bëjë gjithçka. Kështu që 3 muajt e parë merr fund ky kalvar dhe të shqiptarët do kenë të njëjtën listë ilaçesh që ka sot në rimbursim Republika Italiane.
Po njeriu që shkelmon mbi fisnikri njerëzore, njeriu që shkelmon mbi bamirësinë njerëzore, mbi dhimbshuri njerëzore, është vite dritë larg nga njeriu i qytetruar. Ka vetëm formën, asgjë të përbashkët me te. Miqtë e mi, unë dëgjova me interes mësuesën e nderuar këtu. E garantoj atë dhe të gjithë prindërit e fëmijët se arsimi do t'jetë përparësi absolute. Dhe se vendosja arsimit në përparësi absolute, rikthimi i tij në bashkëkohësinë, modernitet, kërkon parazgjithash vendosjen e mësueses dhe mësuesit në pjedestal. Rrogë me të ulët se 1.500 euro mësuesit nuk do të kenë. Jo, shkollat do të jojnë shkallën më të thellë të digitalizimit. Paksimin e numrit të nxënësve në 20-25 nxënës të klasë. Heqjen e gjitha turneve në shkolla. Shkollat do të jenë një përparësi e madhe që përsëri të marrim rrugën drejt cilësisë, të ngjitemi në majat e cilësisë arsimit, si kushti gjitha kushteve, që kombi të ketë të ardhmen e tij, të zhvillohet dhe të begatojë. Miqtë e mi, në Valencia unë informova audiencën europiane se në 10 vite nga sipas statistikave të tyre, nga Shqipëria u larguan 1.099.000 shqiptarë vetëm për zonën e Schengenit. Kombi po boshatiset. Shkaku kryesor i këtij largimi masiv është varfëria, është papunësia. Ju lutem, i ndigjoni pak Edi Ramën dhe ministrat e tij, çfarë thonë? Dje sikur fliste për qartë. Punësimi, thoshte, arritur dhe papunësinë do ta zbresim në 6%. Ju garantoj. Po vetëm në 10 vite kanë ikur 600.000 të ri, 600.000 krah pune. Ky pa mshirë tallet me shqiptarët. Ja u them unë, merrni statistikat. Prodhimi ka 3 vite që bie në mënyrë dramatike nga viti në vit.
eksportet nga viti 2023 në vitin 2024, si pas statistikave të ti që ai nuk i lexon, ranë me 32%. A e dini ç'do thot kjo mik? Do të thot që të paktën minimumi 50-60.000 shqiptar humben vendet e punës dhe i punsoj Edi Rama në Itali, Greqi, Gjermani dhe vendet tjera. Pra, vendet e punës shkatrohen, ndërmarrjet falimentojnë nga rënja e euros, kurse ai i papërgjegjshëm vërtitet nga një shesh në një tjetër duke u thënë se është ulur papurësia në mënyrë të ndjeshme, se janë punësuar kaq dhe aq në një kohë kur që të gjithë punësohen në dhera të tjera, në vende të tjera. Miqtë e mi, programi ynë është programi i ndryshimit të Shqipërisë. Programi me të cilin ne do vendosim minimumin jetik 200 euro. Çdo pensionist me pension ndën 200 euro. Dhe sot janë mbi 560.000 pensionist me pension ndën 170 euro. Çdo qytetar në ndihmë ekonomike, çdo fëmijë me një prind, çdo student me bursë, 100 ditë të para të qeverisjes tonë do kenë minimumin jetik 200 euro. Rroga minimale. Rroga minimale do të jetë 500 euro. Rroga mesatare 1250 euro. Kjo është rruga jonë. Ky është vrapi ynë. Gjersa të dalim në krye të gjitha vendeve të rajonit për rroga dhe pensione. Gjersa ne, për djersën tonë, të jemi njerëzit më mirë të shpërblyer. Shqipëria është e pasur. Shqiptarët kanë mundësi të jetojnë në mirëqenie dhe begati. Kanë mundësi të ndërtojnë të ardhmen e tyre në këtë vend të bekur, të realizojnë ëndrat e tyre në Shqipëri, por duhet të çlirohen, duhet të votojnë me datën 11 maj ndryshimin, rotacionin. Sot, t'u them të vërtetën, u ktheva nga Valencia, por kur unë u tregoja kryeministrave të kolegëve, kryeministrave të vendeve tjera për djegësin e Tiranës, ju them me sinqeritet, shprehnin habi të papërmbajtur. Habi të papërmbajtur. Dhe më duhej t'ja u ktheja dhe riktheja bisedën se një ndodhi të tillë nuk ka të përshkruar. Kurse tek u tregoja për me Goligalin, mendimi i tyre i përgjithshëm ishte se Rama do ta ndjekat e mrapa.
po është i pashpres se ka kryer një akt armiqësor ndaj vendit mik dhe veta i tani. I thot Rams, unë vërtet i mora, por parat mi dhe ti. Ndaj dhe kjo e bën të pashpres e di Ramën. E bën të pashpres mi. Bizneseve në zonën e Astirit dhe në Bashkë Shqipëri ju premtoj vendosin e taksës shesht 10% nga 23% që është, uljen e TVSH-s në 15%, uljen e çmimit të energjisë elektrike në 6 lek, për gjysmimin e tarifës ujit, ndalimin me ligj të bashkive të cilat nuk do mundet kur të vendosin në shumë se 1% të xhiros taksa lokale për bizneset. Garantoj biznes të vogla, se përveç energjisë dhe ujit, hapësira publike që u shitet me 1500 lek do zbresi në 120 lek. Se tavanet për tatim fitimin dhe TVSH-n do rriten nga 100.000 dhe 140.000 që janë sot në 180.000 euro. Biznesi pra do ketë klimën më miqësore, do mund të shtoj investime dhe punësimin. Astiri madhështor, Tirana madhështore, është Tirana dhe Astiri i qytetarëve që kanë besim të ka ardhmja e tyre, i qytetarëve që përballojnë me dinjitet jetën, i qytetarëve që u rritet çdo vit mirëqenia, i qytetarëve që u shkollohen dhe punësohen fëmijët e tyre në Shqipëri. U jap fjalën këtyre të rive se mesatarja për universitet do hiqet, që vitin që vjen shtator nuk do ketë mesatare. Se tarifat do t'jenë 4 herë më të ulta. Se bursa do t'jetë 200 euro. Se pas mbarimit të shkollës, çdo sipërmarrës që punëson të rit do t'i paguhen një vit sigurimet e tij shoqërore dhe gjitha shpenzimet për kualifikimin e tyre. Të rit që dëshojnë të hapin biznese do përfitojnë grante, kredit buta dhe për çdo çift të ri një çati. Qeveria do garantojë. Qeveria do garantoj grante 30.000 euro me të cilat çiftet e reja do paguajnë interesin e kredis. Çiftet që bën me 3 fëmijë nuk do paguajnë asnjë që dar kredi, do ja paguajë shteti. Miq, 8 ditë na mbetën.
në këtë betejë epike, në këtë betejë historike. Edi Rama po bën çdo gjë për të mashtruar qytetarët. Ka bllokuar debatet. Prapë i them, hajde na shtir, të dalim para këtyre burrave dhe grave. Hajde këtu. Po ti je lloj i shpifur i censurës, një lloj sytat që varin shtyll. Poetin e pavdekshëm Havzinelin për vargjit e tij kundër regjimit. Edhe ti ke ndaluar debatet, sepse janë të gjitha kundër teje. Sepse ti nuk derdon debate, Edi Rama. Jo, se si mund të dalish ti në debat dhe të justifikosh sarajet e tua me gjatësi themelesh 57 metra gjatë, 2 herë më gjatë se sa sarajet e Enver Hoxhës, dhe me obor 4 herë më të madh, 8300 metra. Si mund dalish ti para qytetarëve kur je autori kryesor i zhdukjes 130 milion euro të djegësit të Tiranës? Si mund dalish ti para qytetarëve kur u bëre me vil, me saraje duke patur gjithsej 3.800 euro të deklaruara në shtet? Si mund dalish ti para qytetarëve kur blen instalacionin 5 milion euro? 5 milion euro. As pronori japonis nuk e blen. 5 milion euro. As presidenti amerikan nuk e blen. As kancelari Gjermanis nuk e blen. Kurse ti e blen, Edi Rama, me parat atyre që i len pa ilaçe, me parat e këtyre fëmijëve që i len pa shkolla, me parat atyre foshqeve që i len pa çerdhe. Ndaj dhe s'del do ti këtu, rri dhe bën polle stërpolle. Prite pollin e datës 11, qytetarët do t'japin ty atë që meriton. 11-a është polli polleve, nishat e Astirit, nishat e Shqipërisë. Do të çojnë ty atje ku e meriton. Firmosin fitoren, firmosin ndryshimin. Është rradha jonë, Astiri madhështor, Shqipëria madhështore. Rrof Shiu, rrof Tirana, rrof Shqipëria. Fitore, fitore, fitore.